Thot se vjen Enver Hoxha apet, vjen se për juve një Enver Hoxh ju duhet, një Enver Hoxh ju duhet, thot. Ai ja tregon venin kush e shon komin e kush punon kundër shqiptarisë. Çështu ka shkruar. Nuk e vërtet. Gabim qasjen e ka. Shive, edhe në Gjermani ka disa Gjermanë që e kërkojnë Hitlerin. Në Rusi e kërkojnë Stalinin dhe Leninin, në Itali e kërkojnë Mussolinin, atje e kërkojnë Mao Tse-tung ku e diune, në Chile. Santiago, të që përdemi. Pinocchio, po, ka qenë një farë... Diktatori, po. Këta janë diktatorë. Këta janë njerëzit që kanë bo krim. Shembull, nëse e merr Shqipërinë, kush ka bo më shumë krim në Shqipëri? Enver Hoxha apo Italia e... Si Italia ka sundu 4 vjet ose aje. Për shembull. Nëse ata kanë vrarë, kanë bo diçka pa drejtësi, Enver Hoxha va ka shku. E tash pse të me e thirr bash Enver Hoxhën? Ja dini ku problemi pse e përmend Enver Hoxhën? Për shkak të padrejtësisë që ndodh te ne. Këto problemi. Jo, ki thot ju muslimanët jeni kundër shqiptarisë. Pa për juve thot Enver Hoxha është i lashtë. Enver Hoxha nuk ka qenë vetëm kundër muslimanëve, ka qenë kundër katolikëve, kundër bektashive, kundër ortodoksëve. Tash nuk krahasohet me tash. Amon vesh, se një prift që tha musliman në Chicago, ku fol të Shqip, tha musliman duhet mi likvidu, mi vrahë, se ne. Nuk e dje, po. Po ne, se tash s'po du me përmend me emër, ama këta janë një grup filozofëve që mundohen me në largu fejnë me zë, nuk kanë rregull. Nuk mundën. S'ka shanse. Si janë me fejnë tonë, edhe nëse nuk në lanë me thonë, me gjuhë, me fol, ne me mendje këna me adhuru Zotin. Po edhe mendjen me në bloku me zemër, me shpirt. Dhe më thonë, feja nuk ka mundësi të largohet. Po unë po i thamë ati, këtheu ti ma mirë të ne, sa ne të martë ti. Se kështu ki me shkatru edhe vetën edhe tjertë. Se xhenemi është shumë... Jo, që xhenemi duke ikim. Ai që I të merë shumë të xhenemi. Ai që ka... Shive, në xhenem, e shif ki lëkura. Lëkura që ka e ka njeriu. Allahu subhanahu wa taala që ka thotë se çka do të ndodh lëkura e heton në fillim dhimbjen, djegjen, shkatrimin, lëkura në fillim. Pastaj më thellë. Thotë Zoti ka më ndru lëkurat. A thotë në Kur'an kështu? Po, në Kur'an. Bedelna juludahum. Do më thonë kena më ndru djegët, lëkura, tjetër. Prap djegët. Këtë e thotë Allahu në Kur'an. E tash mundet me dalë dhe një medium Kosovë. Po. Skandal, imami me Trush Mehmedi thot që lëkura do të shkrihet prap do të djegët. Po ne jena krenar me besu se kjo është fjala e Allahut, Kur'an shkruan, ne jena krenar, elhamdulillah. Për ti është prallë, për ne është besim, ne e besojmë kjo do të ndodh për pabesimtarët dhe zullumçarët në xhenem. Dëgjoj. Tash çka kanë më thonë tjerët, me qenë se ne e themi gabim. Po kthehem te me qenë se tregojmë dhe një prallë. Me qenë se mundohemi me rrena, me dredhia, me tregu fen, ata mire kanë. Ama ne, une po e përmendi Zotit që ka thonë Kur'an. Nuk po thamë unë kam thonë. Ka thonë Zotit se i Zotit do xhenemi, so imi. E dini se njeriu nuk ka drejt të dënon njerëzit me djegje. Krimi, mëkati më i madh, që e përmend pedofilia, ama edhe njerëzit me djegë. E papranueshme. Veç Allahu ekskluzivisht e ka drejt njerëzit mi dënu me zjarë. Inshallah Zotë nuk në sprovon. Amin. Inshallah në banor xhenetit, inshallah hitë se shajmë xhenetit. Kjo kapitulli 7 për këtë Enver Hoxha.